E ka thonë ja ibn Muadh, ka thonë bi'sa sadiq, sa shok i keq është ai i cili duhesh non stop me thonë mos më harron dua. Nëse për ty s'bën dua, për këngë më dua. Nëse ti non stop bën dua për mua, sa është do. Don kur ti diçka që është normale me bo vazhdimsi, në çat normalitet tonë, nuk është pjesë më shokut, atëherë pse është shokaj, pse ki të ofra ta. Ka thonë edhe i keq është ai që duhesh non stop domthon mudarat me aspekt është e mirë, po ndonjë aspekt nuk është e mirë atë. Duhet me ditë me kanë me bëu atë. Por nëse për shembull shoqënia mbrana, shok në ngushtë, ka nevojë për arsye të vazhdueshme, dashta, mos e merr kështu, merr kështu apo ndonjë, nëse skena dozë të mjaftueshme të arsyetimit, apo atëherë kjo tregon se shoqënia nuk është në nivelin e duhur. Nëse gjithçka ka një përsërim, gjithçka ka për shembull, mos më që kam këtu që këta e marrëm, sa ne të lasme këtu ki nevojë me dikon tjetër, për shembull, dikon tjetër. Për shembull të ndërvozë. Kur ka dalë pejgamberi në piti kafe atë. Me përcjell Safia ditë shtëpia. Ka kalu dy njerëz. Edhe kur ka kaluar para pejgamberit që i kanë shpejtu hapat. Ka thonë pejgamberi ala rislikum, mos u gotni. Inha Safia, është gruaja më apo. Është gruaja. Kur ja Rasulullah s'ka ka shkuar më në kur për këtë punë. Ka thonë pejgamberi inna shejtani yajri min ibn Adam majradam. Shejtani çarkullon. Mirë. Na këtë dhe marrë zakonisht, donë që njëri me pas kujdes, mos me ngjatë dyshime, mos me bë punë apo po, kjo është për njerëz përgjithësi. Që disa ba i gjeti kushën? Ja, si gjeti kushën këta. Këta janë ko njerëz të rëndëmt. Po, këta dëmërujtë se këta nuk kënë, ama të kishka lejë Bubekri, a i kishë thonë Safia është? Që e mërmeni, apë? Ose me kalu Omeri, apë? Me kalu Omeri, me Omer, mos më nëti. Jas, kjo është në qmim, apë? Omeri si kishë thonë është, apë? Përshka se kuptohet, apë? Na jem të të nivel, apë? Ati 2-3 po du të mi thonë, ma valë, nuk ka këtë qëllim, nuk ka këtë, po sa i normal, largësia, distanca, kërkan arsyetim. Mi pa afërsia, sa ma e afërt, ma tepër, bin arsyetimit. Ka një do njerës të Hasan al-Basri rahimullah, ka shku me vizitu, e s'ka qenë prezent. Ka unë hini mërani qësar vjena, ka një mërani kanë gjithë të pëmë, i kanë lonë në vend vetë atë. Po me shumë mi gjithë të pëmë të urinë. Edhe hala pa Hasan al-Basri, ata kanë qenë miq të afër, shok të Hasan al-Basri, rahimullah. Edhe i ka marrë një pëmë, i ti pëmë. Kur Hasan al-Basri rahimullah i ka pa që i pëmt i kanë hongër, apo kanë vallaj që kjo ka dhënë si na vllazën. Don keni kënaqur tash ti e ke atë çka është afërsia, nëse për një mull më të pritet vesh ti me hongër, apo ku është tashin llog apo. Apo kur hende shpital më shtëpia jote apo. Sofra jote apo. Për shkak se kena dashur shumë të madh se çikaç. Apo kena do udhimin e përbashkët e Allahut, xhenetin, në gjykimin e ditës apo kia kishafat kena më bë xhenemi kena ngat, nëse si më të gatshëm ç'të më bë çfarë bën nesër apo.